Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Albria. Publiku shqiptar ka nxjerrur veprimtar, ka nxjerrur aktivist të devotshëm, të cilët nuk kanë ndalur së punoni për vendin me dekada të tëra. Ndërta është edhe Muharrem Bllakaj, i cili për 50 vite apo 5 dekada është një aktivitet të plot, aktivitet adhetar, politik, kulturor e letrar. Në studio, sonte e kemi shkrimtarin Muharrem Bllakaj. Përshëndetje Bllakaj, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje edhe ju dhe shikuesit tuaj dhe faleminderit për ftesën. Ju kemi lakmi për aktivitetin që po mbani, për energjinë që e keni dhe për punën që po bani tani në lëmën kulturor pa u ndalur asnjëherë. Nga viti 1979, kur jeni burgosur, po thuj se edhe 3 vite përpara aktivitete, po bën 50 vite aktivitet. Si do t'i kishi përkufizuar këtu 5 dekada punë, aktivitet, angazhim, letërsi, burgosje, politik dhe gjitha këtu vetëm e vetëm duke ndru një vend të lirë, demokratik dhe të zhvilluar. Si të them, këto e në valë të jetës. Çdo njeri e ka një narracion të vetin që e përjeton gjatë jetës. Do të thotë, pas lindjes, zhvillimit si fëmijë, pastaj janë aktivitetet ose kultura ose këto koha e fëminisë, edukata familjare dhe shoqënia rrethi, ndikojnë, po ndikon edhe vetë personaliteti. Disa njerëz jepen pas sportit, disa njerëz jepen pas shkencës, disa tjerë pas besimeve fetare, disa tjerë. Çdo njeri ka atë që i flen në hatër ose që i flen në shpirt. Ne si familje kemi qenë shumë të ndjekur në kona, të thot prej Serbia parë kur ka ardhur. Familjarisht kemi qenë të ndjekur në pothuaj në çdo etapat, dhe çdo gjenerat ka pas për familjen, më thonë, ka pas të vramë familjes tonë, sepse nuk janë thyj, nuk janë dërzu, edhe pse nuk kanë mujtë nështë me boni një rezistencë sa adasht, me gjithat qëndresa ka qenë, edhe besa që ka është e kryesorja, ka qenë nivel. Kështu, pas pushtimit të Kosovës nga trupat serbe 1912, familja gjendet një skamje të mërshme, thot një fukarallak i madh, edhe jo vetëm ne, po to që na kanë dhënë në qatë pozicion, kur kanë ikë, edhe ardhja serbe ka qenë të mërshme, ma vonë lufta e parë botnore, do të thotë luftat ballkanike, ardhja e Austro-Hungarisë, pushtimi i saj, dhe një lloj kulture që sollën ata në atë kohë, boni që t'i hapin në disa shkolla shqipe, dhe shkolla e parë shqipe që hapet në rajonin tonë është në fshatin Kaliçan, ku një vllai i gjyshit tim shkon si fëmijë, shkon në atë shkollë. Mirë, po kur rritet pak më zhvillohet në mënyrë, burnohet pak a shumë, bandat e milisë kërcës e vrasin. Dhe për këtë e kom shkru një roman, kom pas botu në vitin 2005, tash po e ribotoj të shtëpia botuese Koha. Ma konfirmun, do të thotë në vjesht do të del për i shtypit, dhe aty i kom cek ato ngjarje të viteve 30-ta. Do të thotë kohë pas kohë, çdo periudhë ka pas një trondje të familjes, një tundje, një shtypje, një përsekutim, jo vetëm familje, gjitha familje, po dikon e ka më shumë, dikon më pak, kështu që... Ku jashtu më faktin që një kohë bukur të gjatë jeteni jashtë.
Po prapë se prapë si një ndolur asnjëherë, me aktivitetet të ndryshme. Çfarë je bën që Muharrem Bllakaj të jetë kaq aktiv në jetën kulturore, publike? Shiko, në bastisjen e vitit 1986, mi konfiskun gjitha dërshkrimet. Ajo ishte një dhimbje e madhe, është si më ta marrë, prindve më marrë një fëmijë, ja u hjek prej dore. Dhe ato nuk ka mujt mi shkru më, po dëshirën që për letërsi dhe për historinë e popullit shqiptar në përgjithësi, e kom pas gjithmonë në zemër. Kështu që kom tentu me studiu, me lexu shumë, me marrë vepra të ndryshme për autorëve, sidomos pjesën e dhimbshme historike, kjo më e fundit të thotë që luftat që janë zhvilluar kundër kombit ton për shërbimeve të huaja sekrete, për cytjeve vllavrase që përmjerisht në disa raste kanë pasur edhe sukses sepse kanë ndodhur disa tradhti që nuk duhet ndodhin. Dhe gjitha këto tregimet e gjyshit, tregimet e burrave nod, se unë jam rrit nod burrave. Dhe si mashkull djemt një familje që jo shumë fëdhonse, jo me shumë djem, për shembull se kanë qenë gjyshi ka pas 5 vllazën, vetë 6. Prej 5 vllazëve vetë 6, ne ishim 4 nipa, vetëm 4 nipa. Më thotë, nuk ishim shtu ashtu që shpritej, dhe kjo ishte ajo që oda e burrave për djemt ishte diçka. Megjithatë, zoti Bllakaj, ka pas shumë njerëz që kanë qëndruar nëpër oda të burrave, por ju me mbajt këtë ritëm 50 vjeçar. Çfarë ju ka bërë juve? Presioni, burgoset, maltretimet e shumta apo dëshëria e ngulitër që nga fillimi që thatë që nga familja e deri me tani? Ku të merresh në gjitha ka pak vjen në mënyrë, sepse e para është dashuria. E para. E dyta janë ndodhjet ose ngjarjet historike që kanë ndodhur në rreth tonin, edhe në rreth përgjithsisht, po çdo njëri shkruan për rrethin e vet që e njeh mirë. Kom pas përcjell një intervistë të regjisorit në njohur Ekrem Kryeziut, dhe tregon kur e ka përgatit ka pas një provim për skenar, me përgatit një skenar filmi. Edhe profesorit i thot, e kom marrë thot një temë thot në Parisin diçka. Profesori thot, jo Parisin. Shkruaj për atë katonarin tënd atje, se ai të njeh edhe ti e njeh ato, edhe njeh terrenin vendin. Pra çdo gjë lidhet te vendi yt. Edhe aty ku njeriu lind, aty edhe ka dëshirën të vdes në familje. Kështu që mua më ka marrë unë s'kom pas qef kur me dalë me iki jashtë vendit, po rrethonat u kriju në sisue që u detyrova, dhe Jakov Xhoxha thot qartë të romani i tij, thot guri që rrokulliset për një vendi dhe bie në një vend tjetër, dën kohë derisa të mbin bari për rreth. Neve mërgjimtarën përgjithësi na ka mbi bari për rreth. Mirë po, dashuria për vendin tonë, që se kem praktikë me dëshirë, po për një dhunë, atëherë ajo tërhjek. Tërhjek historia, tërhjekun vujtjet e njerëzve tonë, tërhjekun lëtë e nonave tona, tërhjekun dhimbjet e dhunimeve, motrave tona. Kështu që është kjo vetëm ai që ka ndjenja për kombin e vet, ai mundet me i përjetën. Çfarë do të thotë të kontribosh për dheun e të mos jetosh në dhej? Kjo është, do të marr një shembull, para 2 vitesh isha në Kalabri me lidh me temën te Arbresht. Dhe nga do që shkova, kemi shëtit gjitha ato vende, aty flite Arbrishte, po normale përzimet ashtë në 500 vite, po çka ishte diçka shumë interesante, ishte shenjat e adheut.
nuk kishte kish që nuk e kishin mozaik para prak, si mrena si jashtë Shqiponjen. Figurën e Skënderbeut, Bustin, Nën Terezën, do të thotë figurat më eminente të kombit shqiptar janë të ngjitur në kulturën e tyre. Do të thotë nuk jetojnë atë po e duan atë dheun, sepse e dinë që ku i ka rrojt. Nëse harron ku i ke rrojt, ti harron edhe vetën ku je. Kështu që unë jetoj atje, ama çdo gjë, edhe ëndrat isha këtu, e le tjerat. Kështu që është një lidhje që të hjek me kontribu për vend tonin, na shqiptarë nuk kem kontribu ndoshta sa duket. Nuk kem kontribu sa duhet, sepse o dashtë ma shumë. Na çka jem jashtë o dashtë ma shumë. Çdo mendim e pas. I përmendet arbreshët në Itali, por shqiptarët në Zvicër ku jetoni, si janë të organizuara në jetën e tyre? A mund të jetë një model i arbreshëve në Itali për shqiptarët që jetojnë në Perëndim, apo mund të rezistojnë periudhës kohore dhe zhvillimeve të hershme që ndodhen në rrugën e identitetit nga vinë? Kam një përshtypje të mirë, sepse që nga çlirimi i tokave tona nga Serbia, largimi i Serbisë, dhe në Perëndim është hap një dëshirë, thëmë në këtë mënyrë, ka shumë shqiptar, po nga të që të shkosh i shef, për shembull një nonë e re, e shef me fëmijë, po i flet shqip. Ku do që tjetë, nuk ka rëndësi, është në qitore, në shetitore, në lulishte, i flet shqip fëmijës. Kjo është e para që dhe bënë me unë ndje mirë, dhe dyta, po bëjnë përpjekje, jo sa duhet mendimin e institucioneve tona, edhe shqiptare, për shkollën shqipe. Mirë po, ka shumë klube, shoqata artistike, valltar, koreografi, këngëtar, që po e kultivojnë çdo ditë më shumë traditën tonë kombëtare. Unë në farë mënyrë jam i kënaqur, për shembull, nipat e mi flasin shqipen. Shumë mirë flasin. Do të thotë, kanë lindë, janë rritë atje, edhe fëmija mi, dy kanë lindë, janë rritë atje, po erdhen këtu, ku dhe që të shkojnë në tokat, po flasë për ne në Kosovë këtu, nuk dallohen që kanë lindë, janë rritë jashtë. Në flasën gjuhën shqipe pastër. Kjo është ajo baza që po më jep shpresë, edhe për afrimi i ardhshëm që po presim me hinë në Evropë, është shpresa e dytë, që lëvizjet do të jenë shumë më të lehta, lëvizjet do të jenë shumë më të afërta dhe më mërmend që do të ruhet shumë më mirë. Ata që kanë plan me ruaj gjuhën shqipe, se ai që nuk e don gjuhën shqipe, flet gjuhën gjermane ose gjuhën franceze, italiane ose diçka në familje, brenda familjes, ata e humbin shpejt. Zoti Bllokaj, si po shihet vendi juaj, Kosova, nga Zvicra, sa po përparen, sa ka zhvillime pozitive, s'po themi sa dëshironi të jetë, sepse dëshira juaj është diçka që ndoshta me vite, me dekada së të arrisëm, por si po shihni Kosova? Kosovën e shoh një zhvillim të hapshëm, pavarësisht se disa po shohin, po thonë, ky politikan ashtu, ky ashtu, pavarësisht gjithë atyne, ka pas keq përdorimi ndoshta, po këto në fundit kanë mbet mrena. E thëmë këta për arsye se malli që nuk del jashtë, nuk ka rëndësia e kitja une, në fundit, shumicën, është mrena. Për marrë veç një shembull, kur isha ushtar, më hopën teshat, me vadhen. Edhe, thash oficirë, thash mi kanë vjetë, thash, ma boni me do, thash, s'ka problem, thash, këtu mrena sillen, jashtë nuk dalin. Mrena sillen, ti ka morë ty, jam edhe ati dikush tjetër dhe është mrena. Edhe zhvillimi jonë, pavarësisht çka një kesh përdorim, sa do i vogël ose më i madh qoftë, ka ndodhur mrena. E mrena, çdo gjë është mrena. Kjo është e para. E dyta, Kosova ka ecë me një ritëm shumë të shpejt përpara. Unë jam shumë i kënaqur. Kënaqem kur vije shoh, kënaqet syni kur i shoh
ndërtesa, kush kanë hapë fabrika, kanë hapë biznese për shembull me bletaria, bujqësia, tokat e mjellën, tash i korën atë rreth toni pash të e kuar grunin, thotë ishte një knatësi që vërtet është ka ecë përpara dhe është ka bërë diçka e mirë. Normal që ka edhe brenda familjes ka mosmarrëveshje, edhe brenda shtetit ka mosmarrëveshje, por baza është e shëndetshme. Dhe po shpresojmë shumë që kem pas bisedë edhe me shokë, me familjarë, ne jemi të hujt atje. Pavarësisht e ka marrë në shtetësinë, kanë marrë krejt. Edhe jahudit, për shembull, në kohën e luftës së dytë botërore, kanë pas në shtetësi gjermane, kanë qenë biznesmen suksesshëm, kanë pas çdo gjë, kanë pas para të mëdha, kanë pas banka, kanë pas. Mirë po, ka Hitleri edhe gjithë ajo ka marrë. Tash ju them fëmijëve, nipave, mesave edhe shqiptarëve më gat, kujdes, merreni në shtetësinë e Kosovës. Atje e keni shtëpi. Këtu nuk të mos kërkosh se jenë vend tonin. Nëse më dallashit diçka atje më shku bashkë mirë, ti e din ku ki mu kthy, e din ku ki më shku, jahudit s'kan pas ku më shku, s'kan pas shtet. Pa ata janë shpërndarë nëpër botë. Këtu po të më lidh se çdo gjë më duket që është të jetë shumë mirë përpara në Kosovë. Shumë mirë. Mundet më mirë, po është të jetë mirë. Zoti Bloka, nëse na premton koha në fund të bisedës do të ndalem edhe në aspektin politik të brenda vendit, edhe se po shihni ju nga jashtë, ju s'keni ndalur së veprori më pas edhe në aspektin kulturor, po saqesh në shkrimet, në veçanti tek romanët. Si në ndalur, në kohën e fundit keni shkruar që s'kemi biseduar zona e Shën Martinit edhe 3 vija të kuqe janë romane që janë vlerësuar jashtëzakonisht mirë nga njerëzit e kulturës. A kishim mundur pak me na tregu lidhur me krijimtarinë tuaj në fokus të veçantë në prozë? Për prozë marrë që është në shkollë mesme, kom pas shkruar disa tërgime, po mjesht nuk atë në atë kohë s'ka mujtë mi botu, sepse kanë qenë kundërshtim me politikat e kohës. Edhe, kur mi kanë konfisku të gjitha, në vitin 86, sidomos mi kanë marrë ato shkrime që kam pas, të kaqme kam pas disa tregime dhe novela. Dhe më njëherë sa kom shku në Zvitër, i pash disa dukuri shqiptarëve, që nisin më mërshin me do kontraband, me punë jo të mira. Po më tërhaq një ngjarje, një rast shumë interesant, kur një shqiptar ka punu polic këtu, milic në atë kohë, edhe vjen në Zvicër, edhe marrën lidhje me konsulatën me Jugoslavën në Tyri. Dhe ky rast më tërhaq me hulumtu kush është edhe çka të ndodhë. Pas disa hulumtimeve që i bona, gjeta një material, edhe thash, më shkru gazeta, dhe për gazeta si jam gazetar, mendova thash të qes një libër kulturor, po që të tatej këtë temë, ka po vjen një e keqe kumbit tonë. Dhe e kom shkru romanin Misioni sekret. Roman që është vlerësu jashtë zakonisht mirë dhe është pritë shumë mirë nga lexuesit. Kom pas, nuk kom mujt me botu para 95-ës, dhe më thonë 2004 në kom botu, në 2003 në ashtë më kujtojt, për herë parë, tema shqiptarët në Zvicër edhe problematika e asaj kohë. Tash ka ndryshu, nuk është më ajo kohë. Ne kemi mjek, kemi specialist, kemi shqiptar, do të thotë, kemi hulumtues, kemi studius, kemi politikan që edhe në dhomat e parlamenteve kantonale, po edhe në bund atje. Do të thotë, kemi njerëz janë aftësuar shqiptar kanë ecë shumë përpara dhe kjo është një kënaqësi e madhe. Kështu që të kthehemi te tema e romaneve. Po ndolëm të këto dyja të fundit, sepse një pjesë, kur ju kemi pasë në studio para disa viteve, kemi diskutu, kisha pas dëshirë të ndolëm të këto dy romane, Zona Shën Martinit edhe 3 vija të kuqe.
Para 2 vjete është botu zona Shën Martinit, është një roman që tema lidhet me shpirtin, për marrë atë kuptimin e gjonë të fjallës, shpirti, trupi vdes, po shpirti, çka bëhet me shpirtin. Dhe unë e bëj një ndërlidhje, që shpirti shqiptar nuk duhet me vdek dhe nuk vdes kurrë. Ai ka lënë për një gjenerat tjetër, ose për një milenium tjetër, ose për një shekull tjetër. Dhe zona Shën Martinit, zona dhe Shën Martini i takojnë mitologjisë. Mirë po, janë 2 personazhe që jetojnë sot tani, më thonë njëherë pas lufte. E kom përgadit për botimin e dytë, dhe tash ndodhet në shtëpinë botuese koha, djem kanë konfirmu që romani botohet aty, të thotë diku në vjesht dhe të dalë për i shtypit. Kjo është se kom punu prapë për aty. Dhe këtu e marrë edhe lashtësinë. Dhe të thotë ngjarjet ndodhin lashtësi, shekuj përpara, po personazhet janë të njëjtë. Do të është një ndërlidhje në kohore, një trashëgimi prej të parëve tonë, të Dbit, të Nipit, të Stërnipit, të Stërmbesa, në kohë që personazhet jetojnë atë kohë, jetojnë edhe në këtë kohë. Do të thotë që populli jonë mos të harroj të kalumen, mos të harroj kush jemi ka erdhëm ne këtu. Sepse gjuha jonë po vërtetohet tash, gjuha shqipe është gjuha 7.000-8.000 vjeçare vjetër. Po është edhe një fenomen tash që isha para 2-3 ditësh në katunin tonë Vrell. Përpara katuni jonë Vrell është quajtur Krye. Pra në katunin Krye janë gjetë themelet e 90 banimeve antike, do të thotë sipas arkeologëve të vjetra 7.000 vjeçare. Në gjetë themelet edhe në gjetë mjetet e punës. Është gjetë për shembull pjesë e Qerepit, është gjetë pjesë e brincave që kanë prej guri që kanë prodhu për me prej mish ose me prej barë ose me prej ato janë gjetë ato pjesë, do të thotë që po e vërtetojnë kohën kur. Dhe këtu deshta me lidh që zona Shën Martinit i përfshin periudhën unë e marr dhe e trajtoj për shembull lashtësinë, festat e Shën Gjergjit, kush ka qenë zona e malit, zona të asaj kohe, dhe lashtësinë edhe kohën e tanishme është një ndërlidhje e kohnave që populli jonë nuk duhet të harroj sepse gjuha jonë është shumë gjuhë e vjetër. Po 3 vija të kuqe, romani. Romani 3 vija të kuqe është më tepër roman autobiografik. Ja kushtoj vllajt tim që kanë mytë në bord të Pejës. Nuk e kom pas idenë që do të merrem me këtë temë, se më ka dukur se unë s'duhet të merrem me këtë temë, do të merr ndoshta dikush tjetër. Po ishte kom ulja një vajzë në Pejë, në muzeun e Pejës. Isha në muze dhe gjatë bisede e murë vesh kush jam edhe po më thotë pse s'ke shkruar diçka për vëllaut tonën për këtë rast, se në atë kohë, 86-ën pra, kjo ngjarje ka trondit edhe gjithë Pejën në këtë rajonin. Edhe pse nuk ka ndalë përmes shtypit njoftimi, vrasja mbytja në burg me tortura, i ka trondit një familje në atë kohë. Edhe e mora e shkrova 3 vija të kuqe. Titulli 3 vija të kuqe ka një domethënie të veçantë, do t'ja zbërthej. Kjo ka qenë është një lloj sekreti në dokumentet sekrete që kanë shkuar për zyret e udhbes në ato kohë. Edhe një vije kuqe ka trajtu të arrestumin. Aty nuk kanë këshyrë sa ki faj. Po du me arrestu dhe ta ka caktu një mos. Për shembull, ata agjentë sigurimin të shtetit, edhe me një vit kuqe kanë caktu një mos kundër vajtje. Dënoj, 2-3 muaj, 5-6 muaj, 1 vit, 2 vjet kundër vajtje, edhe mund me liru, një vije kuqe, në dokumente është fjala. 2 vijat kuqe e kanë para pa një dënim maj madh, do të thotë vepër penale, edhe dënimi sa maj madh më konë, kundër është fjala gjithmonë për çështje politike, dhe 3 vijat kuqe ka pas mundësisht edhe eliminimin. Dhe dokumentet që i plotësojnë aty paraqes në roman, janë 3 vijat kuqe paraqet që ky person nuk duhet eliminohet. 3 javë më vonë, mas e kanë vrarë vllajën tim, në burgun e Pejës e torturojnë deri në vdekje Malmorinën,
e lirojnë nga burgu, edhe mas 2-3 ditësh e gjajnë të varën në bashkën e një serbi. Më thonë, në shku kanë marrë më shef, që kanë zjerë. Ata e dinë që kanë bo, edhe kanë varë. Ata e kanë mytë, sepse edhe i ka qenë i pathyshim në farë mënyrë. Zoti Bllokaj, nëse shohim veprëndarinë e juaj letrare, në veçanti prozën, romanin, çfarë ka ndryshuar dhe çka nuk ka ndryshuar fare, që nga romani parë Misioni Sekret e deri te i fundit Rivijat e Kuqe, cila është ajo që e përbashkëta këtyre romaneve dhe çka ka ndryshuar, sepse edhe autori ndryshon ku pas kohe, kërkon më të mirën, më estetikën, çdo herë. Shiko, unë kom bo përpjekje ta ndryshoj narracionin ta paraqes me fjalë më të shkurta, me fjali më të shkurta, edhe kuptimi tjetë i plot. E ka disa romane, për shembull, të zgjatët. Për marr shembull romanin e Tolstojt, Lufta dhe Paqja, ose Ana Karenina. Për shembull, kur e merr ai përshkruan tërfilin, janë 5-6 faqe që shkruan vetëm për një bim. Edhe pavarësisht që shkruan aq bukur, del diçka që lodh lexuesin. Dhe kom bo përpjekje që romanit të jenë më të shkurta. Romani që ka më shumë të faqe ka qenë para orës, po atë nuk ka mujt me shkurtu, sepse tema ka qenë tepër e gjonë. Këto 2 romanet e fundit do të thotë i kom përmbledh sa më shkurt, sa më qartë, edhe tregimi tjetë tërheqës për lexuesin dhe i kuptueshëm edhe për lexuesin e thjeshtë, jo vetëm për letrarët. Zakonisht në një formë të drejt për drejt ose indirekte, shkrimtari ndikohet nga shkrimtarë të ndryshëm, nga lexime që i ka, apo nga rryma letrare të ndryshme. A ka ndikime letrare tek krimtaria juaj? Sigurisht që ka ndikime letrare. Kur e kom lexu romanin e Orhan Pamuk, mas ati leximi unë kom shkruar romanin e parë, kom shkruar vetën e parë. Ka qenë një ndikim te veta e parë. Nuk e kom pas përdor, s'kom asnjëherë përpara, po pas e lexova atë roman, thash po pse nuk shkruaj vetën e parë të provoj. Më ka dalë romani shumë i mirë, jam shumë i kënaqur. Mund të kun rreth 3000 kopjeve që janë shit, vitin e kaluar më ka dashur me porosit në shtyp shkronjë edhe 100 kopja, 100 copa, që ti kem të paktën për një mik. Zoti Bllokaj, cilat janë planet e juaja, se letërsia po thuaj se nuk ka plane, nga njëherë dalin edhe të papritra. Për të ardhmen. Çfarë presim nga zotri Marran Bllokaj? Shiko, shkrimtari nuk mund me shkruaj nëse nuk ka frymëzim, nuk frymëzohet me ndonjë ide të re, me diçka. Unë shumë herë kam menduar që duhet edhe një libër të kushtohet që i kumet bërç, ushtarëve të çekes. Këtu i kumet bërç. Kam shkruar disa tregime për ta, po jo një libër të mirë, jo një roman të mirë fillë. Dhe jam në përgatitje sipër të materialit, do ta marr një personazh, do ta marr një ngjarje, se romanet e mi mbështeten zakonisht në ngjarje të vërteta. Do ta marr një personazh që edhe një ngjarje tejet e dhimbshme, edhe tejet e çuditshme që ka ndodhur në rrethin ton, në fshatin ton, me një ushtar të çekes. Dhe ata do ta kem si personazh kryesor. Dhe ai do të jetë një roman me shumë pak personazhe, do të thotë 2 personazhe, nuk do të ketë më shumë, po ngjarja është gjithsesi është e vërtetë. Jam në përgatitje sipër. Jeni morur edhe me aktivitete politike. Si po shihni? Kosova nga 9 shkurti pa institucione, me sulme dhe adresime nga ish partit në pushtet edhe ato ish partit opozitare, duke akuzuar për njëra tjetrën, por Kosova ende nga 9 shkurti nuk ka institucione të cilat qytetari ka folur me 9 shkurt. Është vështirë tash
të elaborohet kjo temë, sepse nuk jam politikan i mirëfillë, kështu s'merrem shumë me politikë, por diçka është e çuditshme kur merret parasysh kur edhe politikanë tonë dinë, se kom pas kontakt edhe me njerëz të politikës, gjithsesi, kur e dinë që anëmikun që e kemë përballë. E dim që anëmikun që e kemë përballë kemi një anëmik të jashtëzakonisht të pabesë. Një anëmik që nuk llogaritet, nuk mund me llogarit, për shembull, nëse është duket paqësor, nuk mund me llogarit që ai mund të jetë paqësor. Megjithatë, po flasim për subjektet politike shqiptare. Subjektet politike shqiptare tash është pak e dhimbshme, pavarësisht qysh, është pak e dhimbshme që mos marrë një edhe rastësisht mos marrë një nivelin e politikave të huaja. Do të thotë të amikut me një fjalë. Për shembull, nëse politika jonë tash do të duhet, pavarësisht të kush ka fitu më shumë, edhe ky që ka fitu më shumë duhet paraprakisht, se vetëm nuk shkruhet kokon, trimi mirë me shok shumë. Këtu është thelbi, trimi mirë me shok shumë, nëse ke shok shumë ti do të triumfosh. Tash këtu kanë shku këta në këtë drejtimin e anësor, vetëm nuk shkruhet kokon. E para, e dyta, pavarësisht fymjes, në politikë ka dhe fymje, pavarësisht fymjeve, interesi i përbashkët do të jetë më i madh. Unë kom prit që edhe partia që ishte deri tash në pushtet, të ishte pak më tolerante në shumë pika, po edhe këto parti tjera t'ja zgjatësin dorën njëna tjetrës ta parafrohen, sepse ngurtësia, inati ose urrejtja, se inati shkon te urrejtja, kjo i bën keq, i bën dëm edhe asaj partije. Ose harron qoftë se ka pas, për shembull, ka fitu 40% ose 50% për një parti, nëse me çdo ngurtësime shkon prapë në zgjedhje, ai bjen. Sepse populli do më pa diçka. E populli, partitë politike duhet të jenë të lidhur, partitë politike duhet të kenë emën. Të lidhen me shoqja. Nuk po shpresoj që duhet të shojnë pe. Jo vetë ky ose ai, po gjithë duhet ta gjejnë një marrëveshje të merren vesh në veti. Se anëmikun e kemë shumë të fortë. Ju bëra këtë pyetje për faktin që një numër i madh i diasporës është shumë aktive në proceset politike dhe e interesuar që të sheh vendin sa më mirë. Sa më mirë është vërtet. Për këtë arsye, zoti Bllokaj, ju dëshiroj pushime të këndshme në vendlindje dhe faleminderit që ishe pjesë në emisionin tonë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Edhe shikuesve tuaj i përshëndes për kësaj studio. Faleminderit. Faleminderit edhe jush. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.